E itinerarit zakonisht kush i bën tash në udhëtime, domethënë, cili është planifikuesi më i mirë për juve të dyve? Zakonisht kur e vendos një pikë, një destinacion ku dojmë me shku, unë veç i kam një ide atë çka kemi me po, edhe vendet ku kemi me vizitu, mirë po, ja thom si shkurt dritonit edhe mas ne dritoni po pa vesën, s'kish qenë kur gjoha e kompletume. është edhe, jo pse jemi këtu sot të ju, po është e vërtet që këto vendet që janë pak ma egzotike, apo pjesa Azisë, Afrikës, e këto ndihmën më të madhe na jepni ju dy, sepse në shumicën prej këtyre vendeve ju keni qenë para neve, edhe keni një eksperiencë më të madhe, personale. Edhe jeni një qift i cili po ashtu jeni eksplorues, e dini çka o mirë, e dini vendet ku, edhe zakonisht na bëni një plan, dhe sidomos edhe një organizim që na mos me lodh kryt kur shkojmë sa i përket tureve, ndryshme vizitave, kështu. Pra, është një kombinim mes juve, Vesës së Flamurit, sidomos Vesës, e normal edhe Venera, cila edhe pse është shumë në zonën, po e gjon një kohë që me i konfirmu edhe njerë me i rishiku qatë itinerar dhe në fund me adhon vullën që bënë ose nuk bënë. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.